Përshëndetje nga kuzhina në Irit, sot kam vendosur përgatit një hallve me mill misri, një hallve tradicionale që kam përgatit edhe gjyshet tona me parë. Krejt që kanë nevojiten prej përberzve janë 250 gram me mill misri, 250 gram me gjalp, mandej për shërbetin nevojiten 300 ml ujë të ftoftë, një gotë të çajit të 100 ml me qumsht, 250 gram me sheqer, një sheqer vanile. Sheqer vanile gjyshet tona nuk i kanë qitë, unë kam qenë vetë për aromën e shërbetit. Kështu që, bismillah, fillojna me përgatitjen. Sonte nota e modhe e kadrit. Edhe pse është në 10 ditën e fundit, kërkush nuk e din, por ne po e vazhdojna me përgatit hallven, si gjithmonë që e kemi përgatit edhe sikur ne ta gdhem shënon pra. E shkrina gjalpën. Deri te shkrihet gjalpa, fillojna me përgatitjen e shërbetit. Tek uji i ftoftë hedhim qumshtin, sheqerin, edhe një sheqer vanile. Përzina, shërbetin nuk e vlaj asnjëherë, ftaf shtu. Ta shtojna edhe mirët. Unë kam mill të misrit Kosovës, ju mundeni me përgatit të Gjermanine, se s'keni edhe me mill misri që ka ngjyrë me të verdhë ose sarë, nuk ka lidhje, me dyja të bën. E përzina, ta shti hallven deri sa të merë një ngjyrë të mirë, pa ndërprej. Pasi që hallva e ka marrë këtë ngjyrë, tash e largojna tigonin prej shporetit. E shihni kështu pra në ngjyrën, ju mundeni me lamë, pra me pjek, ç'është keni qefje, çfarë do ngjyre, keni qef me qeli, me fundell, kështu pra. Tash bismillah e marrim shërbetin, pra largojna tigonin prej ploqës së nxehtë, mos problemi. Edhe e përvlojna hallvën, bismillah. Pasi e kemi përvluar dhe hallvën, tash e qesim tigonin prap te zjarri, edhe e përzina deri sa të trashet hallva. Që të marrë valë për vlaj. E shihni se si hallva trashet për mashallah. E përzina pra. Tash hallva është zirë, e qes këtë tepsin pra silikonit ose me lugë mundin me qitë s'ka lidhje ku dëne. E kemi shtri hallven mirë, e lojna pak më ftof, mandej e qesim pra në një pjatë. E kemi rrotullu edhe tepsin e silikonit, tash ti e largojna pra bismillah. Edhe mashallah hallva duket kështu. Hallva duket kështu, neve na beft mirë për iftar kësmet e juve motrat e dashura, po ashtu nëse përgatitni urime nota modhe e kadrit të gjithë muslimanëve, Allah na pranoft agjerimin, Allah na mundsoft edhe këto ditë e fundit që të agjerojna, edhe pse jemi mësu me agjeru edhe knatësia më e madhe do të na dhimbset shumë pra muaj bekuar, kështu që Allah na pranoft të gjitha veprat, lutjet tona deri në recetën e radhës. Nga kuzhina Lerit ju them, miru pafshim.